Gjithmonë do të kemi parasysh se Serbia nuk ka ndryshuar në aspektin e politikës së saj, sidomos qasjes hegemoniste në raport me regionin e Ballkanit Perëndimor. Normalisht çdo bashkëpunim i vendeve të Ballkanit Perëndimor është një pengim i dominimit serb në raport me ato vende. Kosova së fundmi ka nënshkruar një marrëveshje ushtarake mes Shqipërisë dhe Kroacisë. Çfarë do thotë kjo marrëveshje për Kosovën? Deklarata e përbashkët e nënshkruar në Tiranë gjatë muajit mars në mes të tre ministrave, pra Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, ka rëndësi me të vërtetë strategjike jo vetëm për regionin e Ballkanit Perëndimor, por për gjithë sigurinë evropiane, duke u nisur nga fakti që është hera e parë që të paktën në Ballkanin Perëndimor por nënshkruhet një marrëveshje trilaterale, pra mes tri vendeve, me synim rritjen e stabilitetit, paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor përmes bashkëpunimit të vendeve që ndajnë të njëjtat vlera, por që ndajnë edhe të njëjtat interesa. Dhe dihet që interesi të tri vendeve është integrimi në strukturat euroatlantike, veçanërisht për Kosovën, e cila është në fazat e zhvillimit drejt shkuarjes në pranimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Pra, përmes kësaj marrëveshje, të tri vendet zotohen që do të rrisin bashkëpunimin në fushën ushtarake, më saktësisht përmes trajnimeve, ushtrimeve të ndryshme të përbashkëta, do të rrisin bashkëveprimin në aspektin e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, që është një segment jashtëzakonisht i rëndësishëm i kohërave në të cilat po jetojmë, veçanërisht duke pasur parasysh faktin që tani më dihet që siguria jo vetëm në Evropë, por në gjithë botën është më e cënueshme se kurrë. Prandaj tri vendet kanë vlerësuar që duhet të bashkëpunojnë edhe në fushën e industrisë ushtarake dhe përmes asaj marrëveshje, atij dokumenti jemi zotuar që do të bëjmë përpjekje jo vetëm për prodhime ushtarake në vendet tona, por edhe për të integruar proceset e prokurimit për blerje ushtarake, që nënkupton që të tri vendet do të koordinohen që të bëjnë blerjeve, sidomos të sistemeve strategjike të armatimit, si një entitet i përbashkët. Kjo kësaj i shtohet pra edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, që është bashkëpunimi i dy vendeve, pra Kroacisë dhe Shqipërisë, në mbështetje të Kosovës për pranim në strukturat e NATO-s, por edhe në iniciativat regionale, siç është A5, pra edhe Kroacia edhe Shqipëria përmes kësaj deklarate janë zotuar që do të bashkërendojnë gjithë përpjekjet diplomatike me synim që Kosovën ta mbështesin drejt rrugtimit të saj për antarësim në NATO. Duke qëndruar tek marrëveshja, Vučić e ka cilësuar si një kërcënim, po ashtu edhe kryetaria e Kuvendit e Serbisë e ka përkufizuar përpjekje për formimin e një bloku paraushtarak në rajon. Pse Serbia e sheh këtë marrëveshje si të tillë, duke shtuar këtu po ashtu lëvizjen e menjëhershme të Vučić me marrëveshjen me Hungarinë? Gjithmonë do të kemi parasysh se Serbia nuk ka ndryshuar në aspektin e politikës së saj, sidomos qasjes hegemoniste në raport me regionin e Ballkanit Perëndimor. Normalisht çdo bashkëpunim i vendeve të Ballkanit Perëndimor është një pengim i dominimit serb në raport me ato vende. Serbia vazhdon të synojë që të ketë influencë, që të ketë ndikim, që të destabilizojë vende tjera me qëllim që të dërgojë përpara atë politikën e saj hegemoniste në raport me këto vende, dhe sa herë që ka parë një aktivitet dhe angazhim serioz të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të penguar këtë tentativë të dominimit serb në Ballkanin Perëndimor, ka reaguar në mënyrë të tillë. Shpesh Vučić shfrytëzon këto situata edhe për të viktimizuar me qëllim që ta paraqesë Serbinë që njihet si vendi më agresor në Ballkanin Perëndimor, të paktën si një vend viktim të tjerëve, dhe dihet që në këtë bashkëpunim janë dy vendet NATO-s që me të vërtetë përfaqësojnë vlerat demokratike dhe vlerat veçanta, siç është Shqipëria dhe Kroacia, dhe është Kosova që po ndjek pikërisht atë rrugë, dhe asnjëherë asnjë vend demokratik nuk synon që të dominojë dhe të ketë qasje hegemoniste në raport me vendet e regionit i cilit i takon. Mirëpo për ne ka qenë e pritshme, për mua ka qenë e pritshme që Serbia do të reagojë në mënyrë të tillë, veçanërisht gjithmonë reagon, e thashë më herët, sa herë i pengohet dominimi i saj
në balkonin perëndimor dhe politika e saj hegemoniste. Siç e thatë edhe më parë, situata në veri ka qenë kritike për Kosovën. Cila është situata aktuale e sigurisë në Kosovë? Normalisht që krahasuar me vitin 2021, kur qeveria e udhëhequr nga kryeministri Kurti u vendos në pushtet, dallon shumë, situata dallon shumë nga ajo periudhë, veçanërisht në aspektin e shtrirjes së rendit, ligjit dhe kushtetueshmërisë në veri të vendit. Tani kemi krejt një situatë të ndryshme, kemi policinë e Kosovës që është prezente, kemi të mbyllura gjitha ato strukturat ilegale cilat për vite të tëra kanë terrorizuar qytetarët e veriut të vendit, mirë po edhe kanë minuar pavarësinë dhe stabilitetin në Republikën e Kosovës, janë mbyllur pra gjitha strukturat, gjitha objektet cilat i kanë shërbyer këtij qëllimi, është penguar normalisht edhe zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme kriminale. Për vite të tëra rrugë të shumta në veri të vendit janë shfrytzuar për aktivitete kriminale të kontrabandimit, por edhe gjithashtu veriu është shfrytzuar nga grupet kriminale kryesisht të udhëhequra nga Radojčić me mbështetjen e Serbisë, cilat kanë zhvilluar edhe aktivitete si kontrabandim dhe prodhim i drograve të ndryshme, por edhe monedhave, po mendoj kriptovalutave, dhe gjithë kjo normalisht që edhe ka minuar në aspektin ekonomik Kosovën, po edhe ka penguar zhvillimin e tërësishëm të regionit. Pra shtrirja e sovranitetit, rendit dhe ligjit në veri të vendit nuk është kontribut vetëm për paqen dhe sigurinë në Kosovë, por është kontribut për paqen dhe sigurinë në gjithë balkonin perëndimor, sepse tani më këto grupe kriminale dhe terroriste nuk kanë një qerdhe të sigurt cilën e kanë shfrytzuar për afro 20 vite për zhvilluar aktivitete kriminale të ndërlidhura gjithmonë me qëllime politike, të cilat vazhdimisht janë mbështetur nga politika në Beograd. Gjithmonë ekziston rreziku për përsëritje të sulmeve siç ka qenë ai Bojnskës dhe i Berlepensit, kur kemi parasysh faktin që në Serbi vazhdon të jetë prezent ky grupi i cili kreu aktin terrorist në Kosovë, Radojčić, që është kryekriminali dhe organizatori kryesor i këtyre sulmeve, vazhdon jo vetëm të jetë i lirë, por edhe i mbështetur nga politika e Vučić. Keni nënshkruar një marrëveshje me kompani turke për ndërtimin e një fabrike municionesh. Çfarë do të prodhohet në këtë fabrikë dhe sa janë të avancuara bisedimet për ndërtimin e një fabrike dronesh në Kosovë, e cila është diskutuar gjithashtu me autoritetet turke së fundmi? Me Republikën e Turqisë ne kemi, po mendoj Kosova, ka raporte jashtëzakonisht të mira, ka raporte speciale mund të themi. Ne kemi nënshkruar vitin e kaluar një marrëveshje, për herë të parë një marrëveshje kornizë ushtarake në mes të dy vendeve, pikërisht në muajin janar të vitit 2024, e cila hap rrugë për shumë bashkëpunime të ndryshme në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në mes të dy vendeve tona. Me ministrin Güler kam raporte jashtëzakonisht shoqërore, jashtëzakonisht të mira, dhe kemi hapur shumë rrugë të bashkëpunimit si në aspektin e trajnimeve, por edhe atyre të blerjeve ushtarake. Ne jemi duke bërë blerje ushtarake që 3 vite me radhë nga Republika e Turqisë të ndryshme, kemi mundur të shihni, besoj kanë qenë edhe publike shumë prej tyre, si dronet Bayraktar, sistemet raketore antitank kombëtar, por edhe shumë sisteme tjera të armatimit që po blihen pikërisht nga Republika e Turqisë, dhe siç e theksuat së fundmi, kemi arritur një marrëveshje jashtëzakonisht të rëndësishme, kemi zhvilluar një kontratë jashtëzakonisht të rëndësishme me kompaninë shtetërore MKE për hapjen e fabrikës së municionit, e cila do të prodhojë municionet 5.56 dhe 7.62 në Republikën e Kosovës. Mendoj që është fabrika e parë që prodhon municione me standarde të NATO-s në balkonin perëndimor, dhe Kosova do ta ketë këtë privilegj që të jetë ndoshta prej vendeve të para që prodhon municione të tilla, të këtij lloji në balkonin perëndimor, jo vetëm për nevojat e brendshme të Kosovës, por edhe për eksport, sidomos në vendet e regionit, dhe për këtë arsye kemi nënshkruar një kontratë me 16 dhjetor të vitit të kaluar dhe presim që brenda një viti e gjysmë ta vëjmë në funksion fabrikën e municionit në Kosovë për të prodhuar municionet e para made in Kosova dhe për të iniciuar, për të nisur edhe industrinë ushtarake për herë të parë në Republikën e Kosovës. Jemi edhe në diskutime për zhvillimin e shumë
proceseve tjera që ndërlidhen me projekte të ndryshme të fushës armatimit, edhe dronët janë një opcion për cilin po bashkëpunojmë, por edhe komponentë ndryshëm cilët mund të prodhohen në Kosovë, por edhe Kosova mund që bashkë me Republikën e Turqisë të bashkëpunojnë në aspektin e projekteve të reja.